Parkinsoni, një sëmundje degenerative e trurit e cila prek kryesisht moshat e treta, cilësohet si sëmundje e dytë më e shpeshtë pas Alzheimerit, me një rritje shumë të lartë të shifrave gjatë viteve të fundit. Mjekët neurolog shpjegojnë disa nga shkaqjet më të zakonshme të shfaqjes së kësaj sëmundjeje. Parkinsoni është nga ato sëmundjet më të shpeshta neurodegenerative, mbas Alzheimer dhe sëmundja e dytë më e shpeshtë në botë dhe me një rritje shumë të lartë prevalencës gjatë viteve të fundit. Faktor ambiental, viral e tjerë. Janë disa nga këto shkaqe që mund të nxisin këtë prevalencë. Gjend Çakçeri, mjek neurolog në QSOT, shpreh se kjo është një sëmundje e cila ka trajtim, ndërsa vëtheksin tek diagnostikimi i hershëm. Ndryshe nga shumë sëmundje të tjera neurodegenerative, është sëmundje që ka trajtim. Atë që duhet kenë njerëzit parasysh e parë është diagnostikimi sa më i hershëm. Pra, në momentin e parë që fillojnë ato shenja që bëjnë të dyshojë, sigurisht duhet paraqiten fillimisht te mjeku primar dhe më pas eventualisht në mjekët neurolog. Por cilat janë disa nga shenjat kryesore të Parkinsonit? Ato që janë shenjat kryesore është ajo ngathësia e lëvizjeve, ngurtësimi apo dridhja, zakonisht në njërin anë të trupit, ose më saktë në njërin anësi, kryesisht në anësitë e sipërme. Pra fillon me një ngurtësim të dorës, plogështi, vështirësi në kryerjen e atyre lëvizje disi fine, apo ajo që është dhe më e dukshme që është tremori apo dridhja, pra një dridhje që ndodh në qetësi. Edhe pse është një sëmundje e cila prek kryesisht moshat e treta, nuk mungojnë as rastet e moshave më të reja të diagnostikuara me këtë sëmundje. Aktualisht në botë janë rreth 12 milion pacient me Parkinson, shifër e cila sipas mjekëve neurolog parashikohet që deri në 2050 të dyfishohet.